Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe më pas, falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, qoftë salavat për profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, tashmë jemi në disa nga dobit që përftojmë nga historia e Ejubit alayhis salam. Folëm herën e shkuar rreth historisë së këtij profetit të nderuar, shembull i durimit, qëndrueshmërisë në besim, mbështetjes së plotë tek Allahu xhaleshanu, mirënjohjes, madje edhe edukatës me Zotin xhaleshanu, në mënyrën se si u drejtua, si bëri durim dhe se si u kënaq me caktimin e Allahut xhaleshanu. Dobit e kësaj historie janë të shumta, kanë nxjerrë dietarë, ndërto më kryesore do përpiqemi t'i sjellim sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Së pari vëllezërit e mi, nga historia e Ejubit alayhis salam, kuptojmë formën e saktë të durimit në kaderin e Zotit. Domethënë durimi në kaderin e Allahut është thelbi i robërisë së vërtetë, i adhurimit të vërtetë. Ai njeri që s'ka kuptuar kaderin, caktimin e Allahut, dhe të bëj durim në caktimin e Zotit, ai në fakt s'e ka kuptuar dhe konceptuar saktësisht jetën në këtë dynja. Prandaj dhe jo më kot, besimi në kaderin e Allahut xhaleshanu është një nga shtyllat e imanit. Një nga 6 shtyllat bazike të imanit, pa të cilën muslimani ose njeriu nuk është musliman, nuk është besimtar. Pra nëse mohon njërin nga këto, ke dal nga Islami, Zoti na ruaj. Je bër mohues i Zotit xhaleshanu. Prandaj është e nevojshme njeriu të mësoj çështjet e kaderit, besoj në kaderin e Zotit subhanahu wa taala dhe të jetë durimtar. Pra frytet e besimit në kaderin cilat janë. Të qenurit durimtar në atë që ka caktuar Zoti për ty subhanahu wa taala. Sepse qëllimi i besimtarit është jeta tjetër, nuk është jeta e kësaj dynjaje. Prandaj do një durim i përkohshëm, alhamdulillah, në caktimin e Zotit xhaleshanu ofron shpërblime të mëdha, madje edhe një qetësi të zemrës, edhe gjatë provës. Edhe në jetën e kësaj dynjaje njeriu është i qetë në atë që ka caktuar Allahu xhaleshanu. Thon dietarët, një nga mesazhet më qendrore të këtyre ajeteve është se durimi, sabër, nuk është thjesht për mbajtje e jashtme, por qëndrimi i zemrës ndaj kaderit të Allahut. Pra besimi në kaderin është çështje zemre. Është kënaqësia e zemrës. Se kënaqësia, durimi nisin nga zemra, një zemër e kënaqur me Allahun xhaleshanu. Ti e di që Allahu është Zoti yt. Ai i cili është më mirë në caktimin e asaj që cakton për ty. E di që ai të do të mirë më shumë se sa ti për veten tënde. Dhe është më i mëshirshëm se sa nëna për fëmijën e vet, madje edhe se vetë njeriu për veten e vet. Nëse ky besim në zemër është i qëndrueshëm, atëherë kupton që alhamdulillah, kjo është vepër zemre, pra edhe një herë kaderi ose durimi në kaderin e Allahut xhaleshanu është vepër zemre. Allahu xhaleshanu thot për Ejubin, inna wajadnahu sabira. Ne e gjetëm atë sabir, pra durimtar. Ne vërtet e gjetëm atë të durueshëm. Kjo dëshmi tregon se durimi i vërtet është mos ankohesh te krijesat, por vetëm te krijuesi. Se thot njeriu çdo thot të duroj, në një se kupton njeriu durimin. Thot, ja un po duroj, më ka zënë fatësia dhe duroj. Edhe megjithatë e shikon që ankohet krijesave. Ja më ka gjetur kjo, ç'më gjeti mua, pse të më ndodh te mua kjo gjë? Un kam bërë shumë gjëra për hir të Zotit, madje edhe unë jep sadaka dhe ndihmoj njerëzit, pse duhet të më ndodhin mua këto gjëra? Ose me atë shprehin që gjithmonë thon njerëzit, i miri vuan gjithmonë, i keqi nuk vuan, i miri vuan. La ilaha illallah. E konsideron këtë vuajtje. Apo e konsideron këtë ashtu si duhet vërtet. Ai është saktim nga Allahu, e kërkon të fal gjunafet Zotit subhanahu wa taala, të ngrenë në grada, të lartësoj në ahiret, e të fitosh domosdoshmë mirësitë më të mëdha, edhe më të larta. Ti e konsideron vuajtje. I miri vuan. Pra kjo është durimi i vërtet është mos ankohesh te krijesat. Pra nëse gjen dikur që domethënë ankohet te krijesa për atë që ka ndodhur, tregoj shemën e Ejubit, as pak nuk ankoha kurrë në kurrës. Të ankohet te krijesa, por ankesën e drejton vetëm Allahu xhaleshanu. Sigur se tha dhe Jakubi alayhis salam, kur ankova ose themi kur shprehu atë themi vuajtjen shpirtërore të tij, çfarë tha? Inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Un ja drejtoj ankesën dhe trishtimin e zemrës time, kujt ja drejtoj? Allahut subhanahu wa taala. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dhe di për Allahun atë që nuk e dini. Çfarë dinte Jakubi për Allahun? Allah është më i mirë në caktimin e gjëra. Është ai që cakton më të mbarën, më të mirën, më të drejtën. Pra kjo është pjesë e plotësimit të tauhidit vëllezërit e mi. Prandaj dietarët gjithmonë japin rëndësi çështjes së tauhidit, plotësimit të tauhidit. Ja ky është tauhidi. Pra njëshmëria e Zotit, besuarit Allahut si një i vetëm në
zotërimin e gjithçkaje, në krijimin, në vendosjen e gjërave, në përcaktimin, në kaderin e tij. Nëse beson Allahun se i të vetëm në këto, atëherë alhamdulillah, e ke plotësuar tauhidin. Ejubi nuk e mohoi kaderin, nuk e akuzoi Allahun dhe nuk e humbi adhurimin, subhanallahu. Megjithëse sprova e tij ishte nga më të rëndat, sëmundje, humbje në familje, humbje të pasurisë, madje izolim shoqëror, subhanallahu. Izolim i tërësishëm, domethënë thjesht vetëm familja e vet mbeti. Mund mbeti një shok ose dy shok. Edhe ata rrallë sa mund ta viziton. Një njeri i pasur, mendoni pak. Folëm, domethënë njeri i pasur, pasuri të gjerë me familje të gjerë. Dhe normalisht njeri i pasur ka dhe një rreth të gjerë shoqëror. Njerëz që e respektojnë, e duan, themi, japin nivelin e respektit të madh. Tashmë i vetmuar, edhe të mos humbas as pak asnjë çast, domethënë adhurimin ndaj Allahut xhaleshanu, me njohjen ndaj Zotit, durimin ndaj Tij. Subhanallahu, është vërtet madhështore. Si realizohet durimi në kader? Durimi në kader realizohet përmes disa shtyllave. E para, bindja se çdo gjë vjen nga Allahu me urtësi, edhe nëse urtësia nuk kuptohet menjëherë. Pra çfarë të ndihmon të bësh durimin në kader? Edhe një herë, bindja se çdo gjë vjen nga Zoti. Nëse ka ndodhur diçka, ndodhi me lejen e Allahut subhanuhu teala. Nuk ndodh pa dijenin e Tij dhe pa lejen e Tij. Dhe kjo ndodhi me urtësi. Edhe nëse urtësia nuk kuptohet menjëherë. Bën vaki mund mos e kuptosh nga analiza jote e shpejtë, si robi dobët që jemi. Nuk mund ta kuptojmë me analizën tonë pse na ndodhi kjo. Por duhet të jemi të bindur që ndodhi nga Allahu, me lejen e Allahut, po me lejen e Allahut subhanuhu teala. A është Zoti i urtë? Është më i urtë. A është më i mëshirshëm? Është më i mëshirshëm. Kështu që me mendim të mirë për Allahun subhanuhu teala, edhe me këtë lloj analize, njeriu alhamdulillah bën hapin e parë që të kënaqet me kaderin. E dyta, mos ndërprerja e adhurimeve gjatë sprovës. Qëllimi i jetës tonë në këtë dynja, njeriu domethënë si në sprovë, vështirësi dhe bela. Edhe në kohë mirësie, që prapë edhe bela është, edhe pse mbase nuk e kuptojmë si të tillë. Pra, qëllimi ynë që ekzistojmë është adhurojmë Allahun xhaleshah. Të falim namazin, të bëjmë dhikr, të lexojmë Kur'anin, të shpresojmë, të bëjmë dhikr sa më shumë, të lutje, dua, të kërkojmë ahiretin. Pra, ne qëllimi pse jetojmë cili është? Të adhurojmë Allahun. Ti shprehim Allahut adhurimin që ai kërkon prej nesh. Pra t'ia tregojmë atij dashurinë që kemi për të, madhërimin e tij nëpërmjet zbatimit të rregullave që ai kërkon. Kështu që adhurimet gjatë kohës së sprovës nuk duhet të paksohen. Ose nuk duhet të ndërpriten, Zoti na ruaj që është më keqe. Por edhe paksimit duhet përpiqemi që të mos ndodh. Mund të ndodhë në një paksim në një aspekt teknik, shumë nëse je sëmur, ti mund mos falesh në këmbë, ose të rish gjatë në këmbë, por ti mund të rish ulur. Nëse je sëmur, mbase edhe atë namaz që e fal dhe je në gjendje të falësh, edhe namaz natës, namazet që i falje, domethënë farzi padyshim që është detyrë falës, bëhet fjalë për farzin. Po them, shto disa lloj adhurimesh i kemë thjeshta për t'i bërë, dhikrin, këndimin e Kuranit, lutjen e shumtë, shpresën për xhenetin, dëgjimin e mësimeve të hajrit. Njeri mund të jetë i sëmur, s'mund të zgjem, dëgjon mësimet e hajrit. Vendos një mësim dhe konsideroj veten që je në dhikr tashmë. Je në mexhlis dhikri. Nëse vendos një mësim që e dëgjon sot, elhamdulillah, është mundësia të dëgjoj mësime të dobishme. Edhe kjo është adhurim. Pra, jo që nuk duhet ndërpriten, por as duhet paksohen, porse të shtojë një larmishmëri e tyre që elhamdulillah, njeriu të vazhdojë edhe gjatë kohës së provës. Së treti, të mos ankuarit për fatin, por shprehja dobësisë vetëm për Allahut. Pra kur të mos ankohesh me këtë që të ndodhi. Ankesasisht ta mund vi me fjalë të ndryshme siç përmendëm pak më sipër, dhe fjalë të tjera që çdo kush mund të kujtojë, domethënë mënyra se si njerëzit ankohen. Jo, mos u anko. Nuk bëhet fjalë pra që nëse njeriu ndjen dhimbje dhe e ke parasysh atë zërin e përvuajtshëm që del në moment dhimbjeje, s'ka gjë. Nëse ndodh diçka e tillë për shembull pa vullnetshëm, nuk ka problem, nuk është kjo çështja e ankimit. Ankimi është domethënë kur ankohesh me fjalë zemra jote ankohet, pra është bëhet fjalë për punën e zemrës. Zemra nuk është ankuese. Zemra edhe pse trupi lëngon, si e thon, zemra është gjithmonë alhamdulillah o Zot, alhamdulillah, alhamdulillah. A ka mundësi domethënë gjithkohës të jetë vetëm falënderosh Allahun, madhërosh Allahun se kjo është ngritje në grada, subhanallah. Ditën e gjykimit, njerëzit kur shikojnë njerëzit shpërblimin e atyre që kanë qenë sprovuar në dynja. Pra në dynja ka qenë sprovuar shumë. Kur shikojnë shpërblimin e madh që do t'jap Allahu atyre, subhanahu teala, do të dëshironi që gjithë njerëzit çdo ditë të dynjas atyre të ishte me sprova, subhanallah. Duke parë se çfarë nderimi u bën Zoti atyre ditën e gjykimit. Kjo është një premtim që vjen nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nga shumë mësime që i sjell Islami.
Pra dhe njëherë të mos ankohesh me fatin që të ka rënë, ose me këtë që ndau Zoti për ty. Edhe ankimi është vepër e zemrës, pra kur mos ankohesh, por e kundërta e ankimit cili është shprehja e kënaqësisë me Allahun subhanuhu wa taala. Jo shprehja e kënaqësisë me sëmundjen që të ka rënë, që domethënë më mirë që ma dhe këtë sëmundje. S'ka nevojë për tilla kalime ekstreme. Domethënë ideja është që nëse të ndodh kjo, thua elhamdulillah, Allahu ka caktuar për mua. O Zot më largo, o Zot më ndihmo, ose më shto shpërblimin në këtë që më ka ndodhur, më lehtëso, cila është më e mira. Kujtoni lutjen e Ejubit, pra nuk lut për shërim, çfarë tha? Më goditi shejtani me dhimbje, ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Nuk përcaktoi Allahu se çfarë do të bëj. Më të shëroj, nuk është gabim kërkosh shërimin, se vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ka raste të shumta që ka ligjëruar disa lutje për shërim apo jo. Pra, Allahumma shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk, shifa la yughadiru saqama. Pra, o Zot shëro ti je i vetmi që shëron. Shëro me një shërim i cili e largon sëmundjen tërësisht, Pra, nuk është gabim lutja për shërim, por e kam fjalën të mos ankohesh, të shprehesh pa kënaqësi me caktimin e Allahut xhaleshan. Dhe e katërta, shpresa e vazhdueshme në mëshirën e tij, siç tha Ajubi, ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Pra gjithmonë shpresa gjatë gjithë kohës kur ti je i sprovuar, kur mos u humb shpresa. Disa njerëz domosdoshmë nëse ndodh fatkeqësi në jetën e tyre, qoftë në pasurinë e tyre, qoftë edhe në shëndetin e tyre apo në shëndetin e të afërmve të tyre, ndonjëherë vjen një moment që e humbasin shpresën, subhanallahu. Do thonë e po mirë kështu ishte fati i këtij. Edhe rreshtin se luturi, subhanallahu. Rreshtin se luturi. Gabim. Për sa kohë të ka dhënë Allahu xhaleshan. Është një portë e madhe që ti të dalësh me një fitim të paimagjinueshëm. Sepse muslimani kur nuk del i humbur, nëse drejton lutje Allahu xhaleshan. Do t'i jap Zoti një nga të tre gjërat. Ose do t'ia largoj atë për cilën po kërkon po lutet, do t'i përgjigjë direkt, ja largon sëmundje. Ose do t'i largoj një të keqe të ngjashme me të, ose edhe më të madhe se ajo. Ose do t'ia lë për t'u përgjigjur ditën e gjykimit. Pra do t'i përgjigje tyre lutjeve që s'morën përgjigje këtu, me thonë se përgjigje, edhe s'morën, ai do marr përgjigje, por ato përgjigjet që s'u dhan këtu do t'i jepen një ditë kur do kesh shumë tepër nevojë. Madje do të doje që të kishe edhe lutje të tjera të papranuara që atë ditë të pranojnë lutjet e tua. Kështu që nëse ti ndërpret lutjet, ti ke mbyllur një portë hajri, një portë mirësie që subhanallahu nuk imagjinon dot çfarë ke mbyllur. Pra sa je në fatkeqësi ose në sprovë, në bela, kur mos e lër. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, lutja e parë që bëhet në momentin që ndodh fatkeqësia, çfarë thotë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kjo nuk është vetëm për vdekjen, me qira Allahi, se duke vetëm kur i vdes dikush, që vdes dikush thua në të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Kjo është kur ndodh fatkeqësia dhe pastaj çfarë thua? Allahumma ajirni fi musibati. O Zot, më shpërblej mua në fatkeqësinë time. Nëse që në fillim të fatkeqësisë ti e thua këtë dua, sa herë që e kujton këtë fatkeqësi që të ka ndodhur, edhe më pasi ka kaluar kohë e gjatë, sa herë kujton dhe thua Zoti ti jep shpërblim. Se i thua këtë drejtën e ke portën të hapur, thuash, o Zot, në më shpërblim për atë fatkeqësinë. O Zot, mirë shpërblim për atë fatkeqësinë. O Zot, mirë shpërblim për atë fatkeqësinë. Edhe kur ka mbaruar, është larguar ti e ke të shënuar, domethënë se vapin nëse lutesh. Ndërkohë që ti je në fatkeqësi akoma, je në bela, dhe ti nuk vazhdon të lutesh, nuk vazhdon domethënë që ti kërkosh Allahut xhaleshan. Mirë. Nëse ndodh për shkakun që e humb shpresën, e s'duhet ta humb shpresën nga shërimi ta them, se është shëruar. Po mirë tash, ai ka marr rrugën, siç e kanë thënë Allahu, ç'rrugë ka marr. Sa njerëz kanë lënguar me vite, me dekada, domethënë kanë vazhduar jetën. Sa të shëndetshëm që ti mendon të fuqishëm në kulmin e tyre, ja ka marr shpirtin Zoti brenda natës. Kush i ti përcaktosh domethënë kur u mbyll porta, ka marr rrugën apo s'ka marr rrugën. Mos e thuaj këtë. Ideja është edhe nëse mendon që shërimi do thuash ti nuk është duket si të dobta mundësitë, po mirë. A mund thuash o Zot lartësoja gradat në xhenet, falja të gjitha gjunafet e Zot, ngrije në gradat e larta, lehtësoja kalimin andej, jepi një jetë mirë etj, po të kaloj domethënë nëse ke vendosur ta marrësh. Të lutje pse duhet të ndërpriten? Pra kur mos ndërpriten. Edhe një herë shpresa vazhdueshme në mëshirën e tij. Pa pika e katërt ishte domosdoshmë se si realizohet durimin kader. Është që kur mos e humb shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, gjatë provës dhe vazhdo, domethënë me lutje. Mos i ndërprit lutjet asnjëherë, se mëshira e Allahut mendoni i thon 18 vjet edhe ishte profet. 18 vjet i sëmur të lëngosh, akoma të kesh shpresë, domethënë sot
Njeriu kalon 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, ka që pati. Jo. Çfarë ndihmon njeriu të jetë durimtar? E para vëllezërit e mi, njohja dhe emrat e cilësive të Allahut. Emrat e cilësive të Allahut. Sa më shumë të njoh robi emrat e Zotit xhaleshani dhe cilësitë e tij, atributet e tij, veprat e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë të meditojë në to. Merri 99 emrat e Zotit që kanë ardhur në transmetime. Pra në për hadithe të ndryshme apo ajete kuranore. Merri këto emra dhe medito hollësisht në to. Sidomos emrat që kanë të bëjnë domethënë me çështjen e kaderit, me çështjen e përcaktimit të fatkeqësive që ndodhin robit, siç është emri për El Hakim, i urti, El Alim, i gjithdituri, ose El Rahim, mëshirëploti me besimtarët, ose El Rahman, i gjithëmëshirshëm për gjithë krijesat. Domethënë ose El Wasi'u, El Wasi', ai që është i gjerë në mëshirën e tij, është i gjerë në dhuratat e tij, është i gjerë në pushtetin ose absoluti, ala kulli shay'in qadir. Kujto ala kulli shay'in qadir për shembull. Është për çdo gjë është i plot pushtetshëm. Ti po lutesh atij që ka në dorë sëmundjen dhe ilaçin. Ai të ka sëmurur, edhe ai mund ta sjellë sëmundjen. Edhe sikur të jetë sëmundja më e pa imagjinueshme që mund të shërohet. Ka bërë Zoti të mundur s'mon. Pra, medito në emrat dhe cilësitë e Allahut xhaleshana. Kjo është ndihmon që ti jesh durimtar. Është jashtëzakonisht i fortë e rëndësishme. Kjo nuk bëhet vetëm në çastin kur je i sprovuar, me qira fjala. Bëhet gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës njeriu mediton dhe ecën me emrat e Allahut subhanahu wa taala. Shpesh njerëzit e dishëm kanë thënë që përcaktojnë program për veten tënde që ta vazhdosh gjithë jetën tënde. Çdo javë mund ta bësh edhe çdo muaj. Po hajde s'po themi të qëndrojmë më gjatë me një emër se nuk meditojmë kaq shumë. Po themi çdo javë përcaktoj vetes një emër për cilin do të meditosh. Edhe çdo namaz që fal, çdo lutje që i drejton Allahut, çdo përgjërim ose përkushtim, lidhet ngushtë me emrin për cilin ti po mediton. Pra nëse falesh tani un po i falem kujt? Ku shkon në xhami? Tash shkoj në xhami ti falem kujt? Do të falem atij që është Ar-Rahman, i gjithëmëshirshëm. I gjithëmëshirshëm. Çfarë është i gjithëmëshirshëm? Ai që kujdeset edhe për qafirët dhe për besimtarët. Ai që edhe ti po fal namazin tashmë duke drejtuar kujt? Rahmanit. Nëse është Ar-Rahman, në lutjet e Ar-Rahman. Kështu në të njëjtën mënyrë me gjitha emrat. Merrim çdo radhë, çdo javë të themi me një emër. Edhe në këtë formë mbarove, kalo prap, mbarove, kjo do të jap një lloj përvoje në jetën tënde që në momente të caktuara kur ti ke nevojë për një meditim në emër të caktuar të Zotit xhaleshano ose të bësh lutje me të, tashmë ke krijuar një lloj përvoje, një lloj përfytyrimi domethënë për këtë emër dhe cilësitë e Allahut xhaleshano. Dhe lutja është më afër pranimit. Pra alhamdulillah kjo është një mënyrë shumë e mirë që të ndihmon që ti jesh durimtar, njohja e emrave dhe cilësive të Allahut xhaleshano, lut muslimanit ta praktikojnë inshallah. Kujtimi se sprova është e përkohshme ndërsa shpërblimi i durimit është i përhershëm. Çfarë ndihmon ti jesh durimtar? Kuptoje që sprova është e përkohshme. Edhe sigur të marr gjithë jetën e kësaj dynjaje, prap ajo është e përkohshme. Pse? Sepse domethënë e ka një fund. Njeriu më i sprovuar në dynja, sa do të vazhdojë jetë e dynjas? Në krahasim me përjetësinë, sa e vogël është jeta e dynjas? Sa do vite të gjata të jenë? Megjithëse Zoti subhanahu wa taala prap ka dhënë premtimin që la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e sprovon Zoti askënd më shumë se sa mban dhe ka fuqi të mbajë. Kështu që alhamdulillah, edhe sprovon na jep Zoti ai sa mbajmë. Edhe na jep me qëllimin e lartë si do vinë dobit e tjera, që alhamdulillah të lartësohesh në grada, të falin gjunafe, do Zoti të ngrejë të lartësoj. Kërkon që të lidhesh sa më shumë me të, zemra jote të jetë më lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Mund të shpëtojë edhe nga sprovat e dynjas. Mbase mund të shpëtojë nga sprova që as e kisha imagjinuar se mund të bie në to, me një sëmundje që ta jep. Të largon prej tyre të bën të preokupuar vetëm me çfarë? Me adhurimin ndaj Allahut xhaleshah. Edhe kjo është shpëtim për ty, edhe pse ti nuk e di. Allahu musta'an. Edhe një herë kujtimi se sprova është e përkohshme dhe shpërblimi i durimit është i përhershëm dhe i pa hesab. Meditimi mbi historitë e profetëve si Ejubi, që ecën përpara pa u thyer. Edhe kjo është një mënyrë që ndihmon ti jesh durimtar. Pra, nëse e sprovohesh në aspekte të ndryshme, njeriu që studion historinë e profetëve ose njerëzve të dijshëm, njerëzve besimtarëve të mirë, asketëve dhe ka libra të shumta të shkruara në këtë çështje nga dietarë. Nëse mediton në historinë e tyre, kjo të ndihmon që edhe në jetën tënde të kesh një lloj përvoje. Ke njerëz, ke shembuj që ti i ndjek. Prandaj domethënë meditimi në historitë e këtyre
profetëve dhe të zgjedhurve, është një mësim i jashtëzakonshëm. Prandaj dhe Allahu xhaleshanu, siç e kemi përsëritur në këto mësime, ja sjell profetit sallallahu alajhi wasallam edhe ne ummetit i tij, sjell të histori pse që ju thabbita bihi fuadak, të ta forcojmë zemrën. Pra, leximi në këto histori, mund të ulesh të lexosh vetë një libër, mund të ulesh me familjen, me fëmijët, që t'u lexosh aty dhe ata të kenë shembull për jetën e tyre, se do dalin në jetë nesër. Sallallahu na ndihmoj. Sallallahu na ndihmoj që ti lexojmë këto histori inshallah dhe ta forcojmë zemrën. Gjithashtu, jeta e kësaj bote është provë dhe e fituar është vetëm adhuruesi durimtar deri në fund. Kuptoj mirë që jeta e kësaj bote, thelbi i kësaj jete është provë. Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'u sprovuar se cili është më vepër mirë. Pra qëllimi i jetës dhe vdekjes cili është? Që të sprovohet njeriu që është ai si do të jenë veprat e njerëzve. Pra kush është më vepër mirë? Prandaj duke qenë se thelbi i kësaj dynjaje është pikërisht prova, atëherë pse çuditesh që po sprovohesh në dynja? S'ka pse çuditesh. Problemi i madh i njerëzve është që sprovë mendojnë vetëm belan në kuptimin e fatkeqësive dhe humbjes. Vetëm këtë kuptojnë sprovat. Nuk e dinë që sprova vjen edhe në formë të zbukuruar dhe stolisur. Përmjet pasurive, stolisë, famës, pushtetit, bukurisë, etj. E këto janë sprova, për mbi këto janë sprova ndoshta më të kamufluara dhe bie njeriu në to. Dhe mendoj që sprova është vetëm kjo, jo vallahi. Sprova janë gjitha drejtimet. Po e kuptove konceptin e kësaj jete në këtë formë, që kjo jetë është çfarë? Është sprova. Allahu xhaleshano. Dhe të kuptosh që i fituar është vetëm kush? Adhuruesi durimtar deri në fund. Pra jeta është sprova dhe i fituari është vetëm durimtari. Ai që gjithë jetën ecën dhe nuk e pakson adhurimin ndaj Allahut xhaleshano. Pra kjo ishte pika e parë që kishte të bënte me durimin e kaderin e Allahut. Nga dobit që nxorëm nga historia e Yunusit. Së dyti, kënaqësia me caktimin e Allahut, ar-ridha bil qadar. Kjo është një grad më i lartë akoma, se sa durimi. Pra kënaqësia, ti je i kënaqur me caktimin e Allahut. Ejubi nuk ishte vetëm durimtar, por edhe i kënaqur me Allahun, qoftë në mirësi apo fatkeqësi. Kjo është një shkallë më e lartë se durimi. Durimi do thotë të përballosh me besim atë, domethënë situatë që të ka ndodhur, pa u ankuar tek Zoti xhaleshano, pa u ankuar tek krijesat, por vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Kënaqësia është ta pranosh kaderin me qetësi dhe dashuri ndaj Allahut. Allah e përshkruan Ejubin kur thot ni'mal abd. Sa robi mirë, sa adhurues i mirë ishte Ejubi. Pse? Se ai domethënë përballë fatkeqësisë, jo vetëm që duroi, nuk u ankua, nuk u rebelua, nuk u revoltua kundër Allahut xhaleshano. Por e pranoi me kënaqësi. Me kënaqësi duke qenë i kënaqur, duke shprehur vazhdimisht Allahut dashurinë për të. Nuk ndryshoi asgjë në adhurimin e Ejubit. Kuptimin e tash ishte sprova, dal u paksuan domethënë adhurimet, asgjë. Madje domethënë kënaqësia e tij ishte subhanallahu me Allahun subhanahu wa taala si Zotin tënd. Alhamdulillah, kjo është si është ai lutja. Raditu billahi rabba, jam kënaqur që Allahu të jetë Rabbi im. Rabb domethënë ai që më ka krijuar, ai që kujdeset për mua, më edukon, ai që më furnizon, ai që mi pranon lutjet e mia dhe kujdeset për mua. Pra nëse e ke pranuar Allahun si të tillë, kjo është tauhidi. Prandaj them tauhidi, besimin në Allahun një. Kjo është tauhidi. Tauhidi nuk është vetëm një fjalë që thuhet Allahu është la ilaha illallah, po në cila gjatë situatave që krijon jetën tënde dhe ti çalon në tauhid, a kupton atëre? E ke synuar tauhidin. Pra alhamdulillah, kënaqësia është ta pranosh kaderin me qetësi dhe dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti je i qetë dhe tërësisht, domethënë me dashuri të plotë për Allahun xhaleshano. Ai nuk e ndryshoi lidhjen me Zotin sipas rrethanave. Ejubi nuk e ndryshoi lidhjen me Allahun xhaleshano sipas rrethanave, siç bëjnë disa njerëz, siç folëm në mësimin e shkuar. Wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf. Ka për njerëz që adhurojnë Allahun me hope. Nëse ka për mira, kënaqet me të. Nëse e keqja, kthehet përmbys. Pra Allahu nuk adhurohet me hope. Kur je mirë tashmë ti e bën adhurim. Kur je mirë pastaj largon adhurimin, merresh me gjëra të tjera, zemra jote lidhet me sebepet ose me rrugët e kësaj dynjaje, kërkon zgjidhje përmes mënyrave të mjeteve ose të kësaj dynjaje, e lidh zemrën me mjete, nuk e lidh zemrën me Allahun xhaleshano. Jo, s'ka kështu. Pra nuk e ndryshoi lidhjen me Zotin sipas rrethanave. Ai adhuron të Allahun njësoj në shëndet dhe në sëmundje, në pasuri dhe varfëri. Ky ishte Ejubi alayhis salam.
Së treti, lidhja fort me Allahun streha në kohë sprove. Në kohën e sprovës, lidhja e fort me Allahun xhaleshanu, lidhja e zemrës, edhe përmes adhurimeve që bën, është, si themi, streha më e fort në çdo kohë fatkeqësie. Ejubi na mëson se sprova është ftesë për të kthyer më thellë në lidhjen me Allahun subhanahu wa taala, jo për të larguar prej tij. Pra do të kuptoj njeriu që sprova që t'i jep Zoti xhaleshanu ndonjëherë t'i jep sepse kërkon të afrohesh më shumë me të. Ti mund të jesh i larguar me Allahun xhaleshanu. Ke filluar domethënë adhurimet të janë bërë rutinë. Edhe ato adhurime që bën, ato falje, ato domethënë përkushtime, shpesh i bën tashmë kanë bërë zakon. Nuk kam atë hijeshin e tyre. Allah t'i jep një sprovë që ti kur falësh namazin, ta ulësh kokën në sejdë e thash ja Rab, ti je kriju si gjithçka, mediton në emrat e Allahut. Ti je një sprovë të fortë, ta ndihesh rrezikun afër. E thot në robin ato kohë, kthehet tërësisht tek Allahu xhaleshanu. Ja më thoni vëllezërit e mi. Çdo kujt mund të kenë ndodhur sprova. Një lloj është namazi që e falim kur kemi nevojë të fortë, e dalim për Allahun edhe për kulemi, apo namazi që falim çdo ditë. Shkojmë mbaroj, thirr ezani, hajt falim namazin. Selam aleikum. U futet dole jashtë. Kurse kur futesh atje, do duket sikur imami ngrihet shpejt, se s'tua do të lutje, vonohesh ndonjëherë në sejdë, rri pak më shumë në sejdë. Ndonjëherë edhe tepron, edhe haron ndoshta Zoti na ruaj, mund të harrojë njeriu nga halli i madh, derti i madh që ka rrinë në sejdë. Pse? Se do të përkushtohet Allahu. Një lloj janë këto dy namaze. Si janë as pak një lloj. Pse? Sprova. Domethënë, sprova është ftesë për të kthyer në një lidhje më të fortë me Allahun dhe mos e shiko si themi si për të larguar prej tij. Nëse largohesh, Allahu na ruaj, është ndëshkim pastaj. Nëse po largohesh nga kjo, atëre e ke humbur, ke rënë, nuk e marr provimin, me pak fjalë. Mbeten provim. Po vazhdon Zoti na ruaj në rrugë të keqe. Ai nuk u drejtua askujt tjetër për ndihmë. Fanada rabbahu. Tjetër, lidhja me, sepse tema që po flasim tash kjo e treta pika e tretë, lidhja fort me Allahun streha më e mirë në kohë sprove. Ejubi nuk u drejtua askujt tjetër për ndihmë, por vetëm kujt? Allahut. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Fanada rabbah. Nada, ju drejtua me lutje kujt? Rabbah. Kjo përdorimi i fjalës Rabb ka rëndësi apo jo? Kujt ju drejtua? Atij që është Rabb, krijuesi rububie. Edhe kjo është çështje e tauhidit, edhe e uluhijes, pra edhe uluhijes dhe rububijes apo jo. Pra uluhia është adhurimi. Adhuron Allah, po i lutesh Allahut. Vetëm kujt? Kujt? Rabbah. Edhe kjo është besimi plot në rububien e Allahut xhaleshanu. Sa herë kemi përsëritur rububien? Ai është krijuesi, ai është es-Sayyid, i ploti në sundimin e tij, të cilit i drejtojnë të gjitha lutjet. Ai është el-Mudabbir, pra administruesi i të krijesave, ai administron çështjet. Ai rregullon. El-Murabbi, edukuesi i krijesës, që edukon krijesën hap pas hapi derisa të forcohet, bëhet i aftë. Edhe ai edukon si ti lutesh, si ti kthehesh, të bësh dua. Pra nada rabbah. Ju drejtoa krijesave? Direkt ndodhi një fatkeqësi, analizat. Ku është spitali më i mirë? Nuk po them që të njeriu të evitoj, domethënë masat që merr, pa e morë mira. Zemrat tona para se të shkojnë tek Rabbul Alamin, direkt shkojnë tek ku është klinika më e mirë që të bëj analizat, Allahu musta'an. Kjo është mangësi e madhe shumë. Kjo tregon mangësi në tauhidin në zemrat e robëve. Çfarë tha Ejubi alayhis salam? Fanada rabbahu. Ju drejtua kujt? Zotit të tij. Rabbahu. Edhe një herë ju drejtua vetëm Zotit të tij në lutje. Kjo është kujdes të mos nxitohet robi në të dynja, pra direkt ta lidh zemrën me sebepet. Edhe nëse i bëjmë sebepet, dhe nuk duhet, është gabim të mendosh që s'duhen bërë sebepet. Është gabim. Madje çmenduri të mendosh domethënë unë si bëj këto se unë besoj në Allahun. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar të mjekohesh, apo jo? Pra nuk jemi kundër mjekimit dhe kundër marrjes së masave. Jemi kundër çfarë? Lidhjes së zemrës me këto sebepe. Lidhje zemrën me Allahun xhaleshanu, sepse sebepet i ka dorë Zoti xhaleshanu. Edhe ato ilaçe, ato sebepe që do bësh ti, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk vendos ose nuk bën ndikimin tek ato dhe nuk e jep lejen që ato të ndikojnë tek ty, nuk funksionon. Sa njerëz mund të marrin dieta të ilaçe, ky vdes, ky jeton. Pse? Të njëjtat të ilaçe marrin. Kështu që alhamdulillah, lidhja e menjëhershme e zemrës me Zotin xhaleshanu. Aq më keq pastaj, që ka shumë njerëz të cilët
shkojnë dhe kërkojnë ndihmë nëpërmjet shirkut. Në vend të lutën Allahu xhaleshanu, nuk lën fallxhor, magjistar apo shtrig dhe sharlatan pa shkuar dhe pa i kërkuar ndihmë. Çfarë kërkon me këtë? Kjo tregon dobësinë e tyre, të imanit të tyre, padyshim ose mungesën e imanit, Zot na ruaj. Mos njohin Allahu xhaleshanu, mos njohin fare, mos pasin një koncepti të qartë për jetën, kush e ka jetën në dorë, kush e ka krijuar gjithçka, është bosh. Ai që e njeh Zotin subhanahu wa taala, e di që ai ka të gjitha në dorë, ai tek ai do të mbështetesh. Ky është muslimani, dhe muslimani që elhamdulillah nuk shkon në këto vende të kota, që të kërkojë prashërim në këtyre mënyrave të ndaluara. Lidhja me Allahun i jep kuptim dhimbjes, e shndërron sprovën në adhurim, e ruan zemrën nga dëshpërimi. Edhe një herë, lidhja fort me Allahun gjatë sprovës, sjell të dobi, i jep kuptim dhimbjes. Do thotë dhimbja jote nuk shon kot. Ti je i qartë, domethënë dhimbja jote do marrë shpërblim, në mbushën me sevape tek Allahu xhaleshanu. E dyta, e shndërron sprovën në adhurim. Pra, edhe kjo sprovë që po kalon dhe durimi jot, ti çdo çast je zgjuar, je në gjumë, çdo frymarrje jota është adhurim. Sepse je i kënaqur me caktimin e Allahut. Dhe je në kohë sprove dhe ti po bën durim. Dhe kjo është sevap. Pra e kthen në adhurim dhe e ruan zemrën nga dëshpërimi. Pra e ruan njeriu që të rënohet shpirtërisht. Asnjë nuk rënohet besimtari. Sado, edhe sikur të jetë fatale, themi kjo, themi humbje, sëmundje, çfarëdo që ndodh në jetën e kësaj dynjaje, fatalja, ajo që njerëzit i ruhen, nuk dëshpërohet muslimani. Nuk kalon dëshpërim. Ose si thonë me sa termat të tjerë, ka këto termat bashkëkohore, domethënë jo depresion, jo, domethënë ca çmenduri, çmendet, domethënë ik nga vend e kokës. Jo, alhamdulillah. Muslimani, edhe shemujt më të mirë e kanë dhënë sot, alhamdulillah, nga vendet e sprovuara. Vendet e sprovuara si këto vende ku jam vriten, që e kemi parë live domethënë. Allahu mstan. Zoti i ndihmoft ya Rabbi. Muslimani kudo që janë. Allahu u përshpëtoft qafirëve atë që ka caktuar për ta subhanahu wa taala. Dhe Allahu na i gëzoft zemrat edhe besimtarëve gjithë kudo ku janë me ndëshkimin e këtyre zullumqarëve dhe tiranëve. Pra, shembull më të mirë ka dhënë këta njerëz subhanallahu, ka fatkeqësi. Të mbasë gjithë familjen, të mbasë gjithë fëmijët e tu para syve të tu, ose fëmijët të mbasë prindin e tij, edhe akoma thotë elhamdulillah, ti jetë akoma i kënaqur që ndrojnë kanë vazhdoj jetën. Ta në shembull që ka dhënë Allahu çdo thotë, subhanahu wa taala. Çdo thotë të kesh besim dhe që e ruan zemrën nga dëshpërimi. Ja, kjo është ruajtja e zemrës nga dëshpërimi. Së katërti, besimi i pastër dhe realiteti i kësaj dynjaje. Historia e Jubit e rrëzon iluzionin se mirësia e kësaj bote është një dashuri absolute dhe sprova është një braktisjeje. Njerëzit gabimisht mendojnë që nëse Allahu subhanahu wa taala t'i jep shëndet të mirë, t'i jep pasuri të bollshme në jetën e kësaj dynjaje, të ka nderuar. Dhe shpeshherë përdojnë atë shprehjen që sa mirë jep kjo pasuri, ke bollëk, ka dhënë Zoti mirësi të madhe, shëndet, familje, edhe e thot tërmburje, po sipas zemrës, që zemër më katron. Zemër më katron, me boj. Allahu po të sprovon i mirë. Po të sprovon edhe me pasuri, edhe me bela ose me fatkeqësi. Ose nëse shikojnë ndonjë të sprovuar, i lodhur i shkreti, domethënë i mbuluar nga sprovat njëra pas tjetrës. E po, Zoti e shikon ku e sprovën. Sipas zemrës ta jep Zoti. A thua si e vure e vulën ti, zotrote, që Zoti ja dha atij, sepse ai ka zemër të prishur. Kujdes se vallai me këtë fjalë mund të hapësh portën që të vijë e njëjta fatkeqësi ty. Pra atë sprovë që ka goditur atë, edhe ti po e qesëndis me këto fjalë, dije se do të vijë rasti që do të bjerë mbi kokën tënde, nëse nuk pendohesh tek Allahu xhaleshanu. Pra, dhënia pasurisë, bollëkut, mirësive, ruajtja etj. Nuk do thotë nderim. Edhe as dhënia sprova nuk do të thotë poshtërim. Si thotë Allahu në surën tjetër, në surën Fajr, "Fa'amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Kur njeriu thotë, e sprovon Zoti thotë, akramahu wa na'amahu, nderon dhe i jep mirësi të shumta, thotë Rabbi akraman. Zoti më ka nderuar. Ka nderuar Zoti lere, Zoti më ka nderuar. Ne nuk kam kështu. Që tregojnë që e respekton Zotin shumë. Wa amma idha mabtalahu qadara alayhi rizqahu, fa yaqulu rabbi ahanan. Por kur e sprovon Zoti,
Dhe ja ngushton riskun. E sprovon Allah. Thot, Zoti më ka poshtëruar. Ka poshtëruar Zoti. Çdo thot Zoti ka poshtëruar. Domethënë, nuk ka thënë vendi që më takon. Ankesë, rebenim, revolt kundër Zotit xheleshan. Kella, thot Allah, ja, s'është ashtu si thonë ju. Domethënë nuk është çështja, nuk qëndron në këtë formë si thonë ju. As pasuria e tepër është nderim, edhe as varfëria e madhe ose sprovat nuk janë poshtërim. Por këtë e kupton vetëm ai që ka besim të pastër, edhe ka hyrë në Islam i qartë, në Islamin e tij. Pra, historia e Jubit e rrezon iluzionin se mirësia e kësaj bote është shenjë dashurie absolute dhe sprova është shenjë braktisje. Në të vërtetë, kjo botë është e përkohshme, e paqëndrueshme dhe e destinuar për sprova. Ahireti është qëllim dhe çdo sprovë është përgatitje për të. Allah e bëri subhanahu wa taala historinë e Jubit alayhis salam si mësim për ata që kuptojnë. Prandaj si thanë në dhikra li ulil albab, dhe për kujtim për kë ata që din të kuptojnë. Po a mund të kuptoj dikush që as e njeh Zotin, as njeh Islamin, as ka ide, as ka lexuar Kur'anin ndonjëherë? Si mund ta kuptoj i miri njeri këto urtësi? Pra duhet njeriu domethënë të lexojë dhe të marrë informacion, të marrë dije, të marrë dritën e udhëzimit nga shpallja, ose në të kundërt ai nuk është i aftë të kuptojë këto thellësi domethënë dhe këto urtësi që ofron Kurani, Allahu musta'an. Allah e bëri historinë e Jubit pra si mësim për ata që kuptojnë, pra për ata që nuk mashtrohen nga rehatia e përkohshme dhe nuk kthyen nga vështirësitë kalimtare. Të janë ata që kuptojnë. E dinë që rehatia është e përkohshme, edhe sprovat janë kalimtare, kështu që alhamdulillah ke për çfarë të shpresosh edhe të kesh, të vazhdosh ditën tjetër të jetës. Së pesti, sprovimi nga shejtani. Edhe profetët janë sprovuar. Ejubi tha shejtani ka goditur me mundime dhe vuajtje. Kjo tregon se shejtani përpiqet të dëmtojë edhe robërit më të mirë për të thyrë durimin, shpresën dhe adhurimin e tyre. Sprovimi nga shejtani nuk është shenjë dobësie, por shenjë lartësie, sepse ai sulmon më fort ata që janë më të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Pra mos u çudit se thot dikush Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja kanë urdhëruar domun që të bëjmë dhikr, që të jemi të ruajtur nga shejtani mëkuar, dhe nëse e bëjmë të ruan Zoti nga shejtani mëkuar etj. Mund të ndodhë që edhe një i ruajtur, i kujdesshëm, të gjejë një moment domun që të sprovohet, po, është e mundur. Pse edhe kjo nuk ndodh jashtë urtësisë së Allahut xheleshanu. Pra do të mësosh dhe me këtë fakt, që mos kalosh pasaj në revolt, ja unë i bëj të gjitha, s'kam lënë gjë pa bërë. Pse më ndodhi mua? Ti nuk e bën kontratë që unë do të bëj këto edhe s'ka për të më ndodhur. Jo. Ti e bën këto se të adhurosh Allahun xheleshanu, dhe çfarë do të jap Zoti do bësh durim. Dhe kjo është pjesë, domethënë, e imanit tonë dhe pjesë e Islamit. Pra një sprovim nga shejtani nuk është shenjë dobësie, por shenjë lartësie, sepse ai sulmon më fort ata që janë më të afërt me Allahun. Gjithashtu duhet kuptuar se shejtani i mallkuar nuk ka pushtet absolut. Domethënë që të pacënueshëm, jo, ai shejtani është nën meshien e Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo gjë është nën dëshirën dhe lejimin e Zotit xheleshanu. Pra lejimin qaderi, sipas rregullit të kaderit të Zotit. Jo sharia, sepse sharia me Zotit se nuk e lejon Zoti që të bëj zullum dikush. Por se në kaderin e tij ka përcaktuar që edhe mund të lejohen këto gjëra. E lejon Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë shejtani pra edhe një duhet kuptuar që nuk ka pushtet absolut. Edhe sëmundja s'ka pushtet absolut. Edhe virusi nuk është i pamposhtur, sepse është Zoti që ka krijuar, edhe që vjen. Edhe sëmundja nëse ndodh, nuk funksionon një organ, nëse funksionon një organ tjetër, ka një virus brenda që një infeksion që çfarë ndodh, nuk janë të plot pushtetshëm ata. Ajo është në dorë të Allahut xheleshanu. Kuptoje këtë gjë? Dhe shejtani i mallkuar, me që ishte lidhje me shejtanin dhe ndikimin e tij, nuk mund të dëmtojnë pa lejen e Allahut dhe nuk mund të fitojë mbi një zemër të lidhur me Zotin. Pra fiksoje këtë gjë, nëse e lidhur fort me Allahun xheleshanu, nuk mund të fitojë shejtani i mallkuar. Thjesht ai pjesë e një plani të Zotit që funksionon përmes atij të miri. Ai është bëhet pjesë e një zinxhiri, në një hallk e këtij zinxhiri që ka përcaktuar Allahu. Edhe pa e kuptuar ai mendon se po bën planin e tij. Shejtani i mallkuar, por në fakt çfarë bën? Thjesht po realizon rolin që ka vendosur Zoti në këtë zinxhir. Ti je pjesë, domethënë, e këtij zinxhiri, e kësaj sprove. Alhamdulillah. Pra, kjo të ndihmon jashtëzakonisht për të duruar. Rëndësia e dhurimeve gjatë sprovës. Edhe kjo është dobi e madhe. Një nga sekretet e shpëtimit e Jubit ishte se ai nuk ndërpreu dhurime dhe edhe në dhimbje ekstreme. Ai ishte Awwab,
E quan Zoti Awwab. Pra i kthyer vazhdimisht tek Zoti, gjithmonë kthehej me adhurime, me dhikr, me përkushtim, me falënderim, me njohje. Dakor? Pra vazhdimësia në adhurime, kjo është rëndësia e adhurimeve gjatë provës është vendimtare. Sa më shumë adhurime bëj robi, aq më mirë. Cilat adhurime ndihmojnë njeriu gjatë provës? Çfarë lloj adhurimesh? Lutja, duaja. Edhe kur është e shkurtër, pra me fjalë të shkurta si tha, të pakta që tha Ajubi, por edhe me fjalë të gjata të tjera, çdo lloj lutje që bën, tham pak më sipër që merr një nga ato tre shërbime, mos ndërpri lutjen. Gjithashtu dhikri, për qetësuar zemrën dhe për të larguar ndikimin e shejtanit. Ka shumë nevojë gjatë kohës të provës njeriu të bëj dhikr. Pra sa më shumë përmend Zotin. Qoft la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo largon shejtanin mallkuar dhe është më i miri dhikr që ekziston. Ose el baqiyatu salihat, ato që do të mbeten gjithmonë dhe janë të mirat, që janë subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Edhe kjo është thesar kjo e fundit nga thesarët e xhenetit. Pra edhe këto duke medituar në kuptimin e tyre. Sa më shumë përmendesh Zotin, aq më pak shejtani ka mundësi të bëj vezvese, të fut dëshpërimin, të fut, sepse edhe pjesa e dëshmërimit është ndihmon sëmundjen. Dhe pjesa e optimizmit ndihmon shërimin dhe largimin e sëmundjes. Mos e lejo. Dhikri është nga më të mirat adhurime që ndihmojnë gjatë provës. Namazi, si streh shpirtërore, subhanallahu, namazi. Kur mos e lë namazi? Edhe kur namazit fale, edhe në një gjendje si mundohet të falësh të gjitha, siç i falje. Mund mos i falësh teknikisht, domethënë siç e bëje, më kam etj, por se edhe shtrir, qoftë edhe me sy. Ke mundësi që me sy të falësh, do fal sunetet e para. Pastaj do mbarove sunetet e para drekës, do fal farzin tani. Mbarove farzin, sunetet e mbrapme, bën dhikrin, një lloj. Nuk ndryshon ti domosdoshmë namazin, edhe kur je pra në këtë gjendje. Brenda mundësive gjithsesi. Gjithashtu istighfari për të hapur dyert e mëshirës. Sa më shumë istighfar, sepse si shtam domethënë provat vijnë për të falur gjunafet, edhe për të ngritur në grada. Pra nëse shton istighfarin, lehtësohet falja ato gjunafe. Mbase për shumë gjunafe që ti jep Zoti sëmundjen, ose jep provën, për ato gjunafe që ti fshi, nëse ti thua astaghfirullah, sa më shumë fshihen gjunafet, mbaron sprova ikë largohet. U përmbush qëllimi, që mos shkosh tek Allahu me gjunafe, gjithë puna kjo është. Allahu do t'ja do të mirë, ndoj që mos ikë nga dynja e gjunafe, se do ish picirin aty poshtë. Edhe ditën e gjykimit. Pra, nëse kërkon falje, istighfar, sidomos ato format e istighfarit të njohura, le të mësoj njeriu sejdul istighfar, ose istighfari që bënte Abu Bekri, ose domethënë astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, kur se thotë të 10 herë, sikur të ketë ikur nga fusha, nga betejë, të ketë ikur dezertuar, ja fal gjunafin Allahu xhalesha. Pra le të thotë sa më shumë këto istighfare. Pse? Se kjo hap dyert e mëshirës Allahu xhalesha. Dhe sabër plus shpresë, jo sabër pa shpresë, por sabër me shpresë. Se bën njeriu durim nga keq, çfarë do bëj durim? Jo të bësh durim me shpresë inshallah. Edhe jo vetëm shpresë pa bërë durim. Ka shpresë të shërojnë, por nuk bën durim edhe ankohesh jo. Sabër edhe shpresë. Dhe përfundimi i durimit të vëllezërit e mi për ta mbyllur inshallah. Dobia e fundit, përfundimi i durimit është çlirimi dhe mëshira. Allahu na mëson një rregull të madh përmes Ajubit alayhis salam. Durimi nuk humbet kurrë, çdo sprov ka një fund, çdo dhimi ka një shpërblim, siç tha Allahu, rahmeten minna ose rahmeten min indina wa dhikra li ulil albab. Pra, si mëshirë nga ana jon. Çdo dhimi ka një shpërblim dhe ajo është mëshira e Allahut xhalesha. Futen në mëshirën e tij. Ajubi shpërbyen në dynja përpara ahiretit. Subhanallahu. Edhe kjo është duhet përfundimi i durimit, mund të vijë mirësia që në të dynja, siç edhe Ajubit. Pra jo vetëm u zëndsua familja, po i ashtoi 2 fish Zoti. Nëse ti ikë pasuria me një humbi në biznes, iku biznesi. Merë durim, shtove adhurimi etj, ti jep Zoti 2 fish nga saj. Për shkak të durimit. Me një mënyrë më të mirë akoma, edhe më të rahatshme me lejen e Allahut subhanahu wa taala. U kthye shëndeti, familja dhe u shtua begatia. U bë shembull i përjetshëm për durim dhe kthimin tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo ishte historia e Ajubit, Allahu subhanahu wa taala, na bëj durimtar, të kënaqur me caktimin e tij, na mësoi tauhidin e tij, na bëj që të jemi këmbgulës vazhdues në rrugën e adhurimit të Allahut xhaleshanu, që të dalim faqebardh nga kjo dynja, edhe në sprova që ai ka përcaktuar për ne. Allahu na lehtësoft rrugëtimin. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.